Pse e thonë sot jetoni mirë një pjesë? Jetoni mirë në komunizëm. Çfarë ka ndodhur? Shiko, është një temë shumë e madhe kjo gjë. Duhet dinim, unë po i referohem një viti. Viti 1975, kur unë isha për në Universitetin e Tiranës, pra kur fillova studimet. Qartë. Në atë kohë, gjysma e popullsisë së globit jetonte në varfëri të skajshme. Dhe në atë kohë është numri më i madh i të varfërve në nivel global, sepse kishte filluar të rritej popullsia, kishte arritur në 4 miliard njerëz, nga të cilët 2 miliard jetonin në varfëri ekstreme. Dhe kjo lidhet pastaj me sistemin. Unë kam hasur është një dokument për shembull i Organizatës Kombeve të Bashkuara në një mbledhje të FAO-s që është mbajtur në Rom. Dhe shkruhet si e zeza në të bardhë. Kina nuk mund të ushqejë 1 miliard njerëz. Thamë që në atë kohë 3/4 e popullsisë së globit jetonte në sisteme ose komuniste ose me orientim socialist. Ky ishte një parashikim nga atyre profetëve të ngjarjeve që nuk ndodhen, po i Organizatës Kombeve të Bashkuara. Po, pikërisht në atë kohë filluan transformimet në Kinë. Dhe pastaj edhe në vendet e tjera të Europës lindore, qendrore, më thash, pra vendet e tjera ish komuniste, filluan të reformoheshin për të arritur kulmin në vitin 1989. Pra nga viti 1975-76 deri në vitin 1989. Çështja shtrohet në raport me çfarë? Në Shqipëri s'kishte liri, kishte disa, do të thonë, Shqipëria është përgjegjëse për cilësinë e komunizmit që krijoi. Do ta themi, jo thjesht në raport me represionin ose mungesën e lirive, po në raport me përqendrimin e mjeteve të prodhimit në duart e shtetit. Shteti arriti të bëhesh i vetmi pronar, i vetmi punëdhënës. Të gjithë ishin të tjetërsuar nga shteti. Kjo është çështja. Por këtë është përgjegjës. Dhe kjo kishte pasoja pastaj të jashtëzakonshme për tranzicionin e tjerë. E dyta, në mungesën e reformimit paraprak. Tham, Kina filloi të reformohej. Ne nuk ndoqëm shembullin e saj, po i tham stop. Edhe marrëdhënieve me Kinën. Të gjitha vendet e tjera të Europës qendrore dhe lindore filluan të reformoheshin, pa folur për vendet e Azisë e tjera. Të gjitha filluan të reformoheshin. Ne përkundrazi vazhduam me kokëfortësi deri në fund. Kushtetuta e vitit 1976 është kushtetuta më e zezë që mund të ndodhë në historinë e njerëzimit. Në historinë e njerëzimit, ë? Po, nuk ka. Nuk ka një të dytë. Dhe po të them pse. Po? Sepse shteti pohon natyrën e tij diktatoriale. Neni 2 i Kushtetutës së vitit 1976 thot, Republika e Shqipërisë është shtet i diktaturës, gjeja emrat, po shtet i diktaturës. Ja thot vetë. E thot vetë Kushtetuta. Asnjë diktator në botë nuk e ka pranuar hapur që është diktator. Dhe me qenë se je gazetar dhe je në kategorinë e bën gazetarit mirë, me fjalë, unë po të përmend Oriana Fallaçi. Oriana Fallaçi ka intervistuar pothuajse gjithë diktatorët e botës, Suharton, Kadafin, Khomeinin vet, e me radhë. Dhe në intervistë, Orian Merocëm se nuk e intervistoi. Në intervistë i binte anës e pasanës. Po kjo më ngjan me atë që ka ndodhur në Italinë kohën e Mussolinit, dhe në fund fare i thosh, a jeni ju diktator, zoti president? Në fund. Ndërkohë që ne kemi qenë diktatura më transparente. Neni 2 kushtetuese ka qenë. Të njëjtën gjë është neni mbi pronat shtetërore. Thot, është pronë e shtetit. Toka, pasuritë nën tokës, minjerat, kjo, fabrikat, uzinat e tjera, çdo gjë. Çdo gjë. Deri mjetet e komunikimit, radio, televizion e tjera. Çfarë mbeti pas kësaj? Asgjë. Domethënë gjithçka ishte pronë shtetërore. E kuptova. Në asnjë vend tjetër të botës nuk ka ndodhur kështu. Dhe kjo pastaj e vështirësoi dhe po flasim për vitin 1976, jemi 13 vjet para rënies së murit të Berlinit. Domethënë që Shqipëria nuk u reformua, kjo është çështja. Foto tjetër se do kemi mundësi për të pyetur edhe për ata që e bën këtë. Tani, ra apo e rrëzuan regjimi? Unë po e them, u vra apo u vetë vra. Unë e konsideroj si një vetë vrasje.
Shiko, ai regjim nuk kishte dritë në fund të tunelit të tij, domethënë. Do binte se s'bën. Në mos në atë kohë, diçka më vonë, diçka më shpejt. Në këtë kuptim them që është gjunaft të flasim me fjalë që unë heroin dhe heroina. Po ta që thonë që ne bëm ka një keq kuptim të madh edhe në konceptin heroin dhe heroina. Unë me qenë se jam marrë me drogën. Keq kuptimi. Jo, jam marrë me drogën, me studime për drogën. Me studime për drogën. Keq kuptimi më i madh është vetë heroina. Kur u zbulu heroina, thanë që tani mori fund droga, sepse u zbulua ilaçi i drogës. Dhe pastaj doli që heroina ishte në majat e drogave, ishte droga më e rëndë. Se fillim është thënë ilaçi? Po u propagandua si ilaç për drogën, domethënë u zbulua heroina, nuk është se kjo është çështja, ka disa keq kuptime. Unë mendoj se ai sistem do të binte, sepse nuk kishte ku të shkonte ashtu siç ishte ndërkohë. E rrëzoi ekonomia? Ajo që thash, pamundësia për të mbijetuar në kushtet e sistemit ekonomik që ai zgjodhi. Ishte e pamundur të shkonte më gjatë. Nuk shkonte dot më gjatë. Domethënë, këta që bën lëvizjen vjetore, ç'a ishin mëse? Këta kanë meritën e vetë se e shpejtuan, por nuk e rrezuan këta. Këta e shpejtuan. Dhe të mos harrojmë një fakt me fjalë. Jemi i vetmi vend në botë që ne nuk kemi pas dezidenca siç ka pas Polonia ose vende të tjera, në vendet i vetmi vend nga lindja flas europiane, jo në botë, se në botë ç'as ka. Etj nuk kishim dezident. Dhe pluralizmin politik në Shqipëri është vendosur me vendim të Komitetit Qendror të Partisë. Po, pluralizmin apo s'është shumë. Po, vendimi i byros politike. Vendimi i Komitetit Qendror ka qenë tamam, ose byros politike s'ka rëndësi me fjalë. Pra me vendim të autoritetit vendosi pluralizmin, do të thotë çfarë pranoi? Pranoi dështimin e vet. Tha që ky sistem ka dështuar dhe orientoi pastaj që klasa ajo klasë të shndrohej për 2-3 legjislatura në klasën e kapitalistëve të ri të Shqipërisë. Kjo është çështja. Ekziston Katovica? Në praktik po, si dokument askush nuk e ka parë, por si një praktik që është zbatuar në vendet e lindjes europiane, po, edhe në Shqipëri patjetër. Po pse se ke parë se dokument, se ti je studius? Se ka. Nuk është fshehur apo çfarë? Mendohet që nuk është, nuk ekziston. Ajo që profesor Servet Plumbi e paraqet. Po, edhe profesor Serveti thot, me qenë se ta përshëndes se kam bashkëpunëtore, mik, profesor, një nga politikanët modern në politikën shqiptare. Por edhe i thot që kanë ardhur me çantë, i kanë thënë ulu, lexoja dhe dokumentin e kanë marrë po vetë. Domethënë as Ramiz Alia nuk e ka poseduar këtë dokument. Ka marrë mesazhet. Dhe fjalimet e Ramiz Alis të asaj kohe pasqyrojnë mesazhet e asaj që quhet Katovica. Kështu që disa thonë është dhe thonë thjesht nuk vërtetohet. Domethënë profesor Sokoli edhe një herë që gjithë ata që ta ndjekin Katovica, që është një qytet në Poloni, bëri atë kapërcimin e madh që pushtetin ta mbajmë ne komunistët, por në kapitalizëm. Tani në Shqipëri kjo u zbatua, po s'kemi letra thuati. Letra si ka pas asnjë vend tjetër. Dhe ata ja kanë lexuar Amizalisht. Gorbaçovi ka mbledhur vendet e lindjes. Ne nuk ishim pjesë. Ne nuk morëm pjesë në Katovice. Po si ishim Katovice? Jo, as diplomatës të. Do më thënë është, komunizmi dështoi. Dështoi realisht me fjalë. Sepse e tham pse dështoi, sepse komunizmi nuk arriti të ushqejë njerëzit. Kush ja lexoi këtë? Kanë ardhur njerëz të dërguar dhe ja kanë lexuar. Këtë thot profesor Serveti me fjalë. Ju jeni i bindur me teorinë e profesorit Servetit? Unë jam i bindur që Katovica është zbatuar. Po, është zbatuar. Ato 4 parime, 1, 2, 3, 4 parime janë zbatuar edhe në Shqipëri. Bile në Shqipëri më shumë se sa në vende tjera. Më shumë se në vende tjera? Po më shumë se sa në vende tjera. Sot e kanë, kush e ka pushtetin sot? Tazem. Në 2-3 legjislatura, klasa e komunistëve të shndrohet në klasë kapitalistëve. Këtu nuk ka ndodhur në vendet tjera, domethënë, që filani të emërohet kryetar partie, e pastaj partinë tjetër ta bëj filani, e pastaj tjetër ta bëj Fisteku. Se Sali Berishën e emëroi Ramiz Alia? Shiko, është krijesë e atyre njerëzve që ende menaxhonin pushtetin në atë kohë. E kuptoj. Okej, foto tjetër? Dhe është pjesë. Kemi shumë për të diskutuar. E doni me vërtet Enver Hoxhën dhe kush ishte Enver Hoxha? Një foto me marsor, prandaj ka vënë këtë foto. Andaj nga zona jote janë këta, ata antikomunistët. Po. E doni me vërtet këta shkodranët, këta janë nga Shkodra, po nuk e dia janë të
zonës Dugajgjinit apo të mos janë të Zadrimës fare, mos gaboj, nga veshjet? Po, ande janë nga Zadrim. Nga Zadrim. Po, malsor katolik.